Betejë për zgjedhjen e kryetarit të Shkupit do të zhvillohet në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Më 2 nëntor, qytetarët e Shkupit do të zgjedhin kryetarin e ri të qytetit mes Orce Gjorgjevskit nga koalicioni Maqedonia Jote, i udhëhequr nga VMRO-DPM-ja, dhe kandidatit të Levicës Amar Mecinović. Не сум фокусиран на противниците затоа што сметам дека и противник немаме. Јас сум фокусиран на народот, што повеќе раце да стиснам во вториот круг, што повеќе граѓани да сретнам, што повеќе граѓани да им ја објаснам мојата визија за наредните 4 години и засукани ракави, од денеска нема машна, малце поагресивно на терен и се спремаме за она што значи средување на хаосот во градот Скопје. Gjorgjevski tha se më njëherë do të dalë në terren dhe do t'u zgjas dorën të gjithë kandidatëve dhe strukturave politike që nuk hynë në raundin e dytë. Ai nuk precizoi nëse pret mbështetje nga LSDM dhe AKI. Tha se ende nuk ka analizë të rezultateve, por surprizë ishte pjesëmarrja më e ulët e qytetarëve. Sipas Mecinovićit, rezultatet e raundit të parë janë për shkak se mira njerëz në Shkup janë inkurajuar të vendosen në anën e ndryshimit. Денеска не само што Левица влезе во вториот круг за овие локални избори, туку денеска се разбуди Скопје. Денеска граѓаните на Скопје покажаа храброст дека тие се спремни да изберат поинак. Денеска Левица испише историја затоа што прв пат во историјата на Република Македонија во главниот град имаме кандидат кој не е поддржан од ВМРО, ДПМН и СДС. Mecinović premtoi një fushat pozitive, si deri më tani, dhe se në pjesën e dytë të lojës do ta mposhtin, siç tha, atë vizion që për 30 vjet ua ka përcaktuar fatin qytetarëve. Mecinović i ftoi të pavendosurit që t'i bashkohen. Sipas KSZ-s dhe 100% të dhënave të përpunuara, në avantazh të qartë është Orce Gjorgjevski me 39%, pas tij vjen Amar Mecinović me 13%, i pasuar nga Bashkim Bakiu dhe Kaja Shukova. Skender Xhepi AKI-s mori 11% të votave. Këshilli 45 antarësh i qytetit të Shkupit do të përbëhet nga 18 këshilltar të VMRO-DPM-s, nga 6 këshilltar do të kenë Vleni, AKI-ja dhe Levica, ndërsa LSDM do të ketë 5. Nga një këshilltar do të ketë Znam, koalicioni Përvojë për Sukses, dhe të pavarurit janë Abel Çevandrievska dhe Marian Kalevski.